po pyetja është, nuk është kush pe udhëheq vendin. Kush pe bon opozitën do të më qenë pyetja. Opozita apo ofron argumente të mjaftueshme sepse ndrrimi i pushtetit, çysh bëhet ndrrimi i pushtetit? Jo që unë du me marr, po ndrrimi i pushtetit bëhet me diçka më të mirë, jo me diçka të ngjashme. Ndrimet e pushtetit në gjitha qeverisjes demokratike ose republikane, domthon pe senate të ndryshme, shkohet shumë thjesht. Nëse bëhet ndrrimi politik, me kanë do të më ndrru. Realisht duhet të zgjidhet diçka më e mirë, jo diçka ngjashme ose edhe më adopt. Për atë arsye, vendet domthon opozita do të më qenë më atraktive. Ky do të më qenë atraktive me njerëztrim politik, jo me politika, më thoj sa thënë, me politika të reja, po me njerëz të vjetruar. Sepse secilin politikan të vjetër e një populli. Për ata nuk e besimin sa ai kërkon me pas besimin. Për atë arsye, unë prapë mendoj që në Shqipëri kauza politike duhet me qenë më sinqert, duhet me ofru, opozita duhet me ofru diçka. Ne e kujtojmë kur është bë kalimi i politikës prej kryeministrit Nano tek Berisha. Po e dim sa kauza politike e ndërtu, sa problemet politike e ngritën, sa problematika të ndryshme janë diskutuar kur ndroi pushteti. Mane o testu qeveria e Berishës, nuk ka pas zhvillim shumë madh Shqipëria. Unë e kujtoj shumë mirë vitin 2000, isha me shok që kem studiu jashtë vendit, ishëm te pjesa Pogradesit. Kur kem bë kalimin pe strugës e orit në Pogrades, ka qenë mjerim ajo pjesë. Jem të fol vitin 2015-2016. Po 2018, 19, 20, ndrymi pushtetit ka qenë ndryshimi i rrugëve infrastrukturës në ato pjesë. Domthon deri te pjesa Voskopojës, që ndryshim pozitiv, nëse dikush do me shku për turizëm edhe pjesën e sipërme. Tash, nëse do me ndru një pushtet, me çka duhet me ndru? Me oferta të sinqerta edhe të pranueshme për qytetarëve. Sepse ne e kuptojmë niku ka qenë ndërtimi i infrastrukturës, ndërtimi i objekteve. Tash, çka vjen politik, vjen mirëqenia. Sa kanë diskutuar për mirëqenien. Domthon, vendet e Ballkanit janë të tkurë me popullat të re. Si Kosova, si Shqipëria, 2020-2026, mundi me shiqu, domthon, mbi më pak se 30% lindje kanë pasur këto 2 vite. Kush e kanë ngritë çështjen e investimeve tek çiftet e reja, edhe mbështetja çiftet e reja. Çka më mbështet çiftet e reja? Çiftet e reja është më mbështet financiarisht. Mi u dhon përparësi në punësi me çiftet e reja. Domthon Gjermania ka një ligj shumë atraktiv. Atë çiftet që individ që të pamartuar nuk kanë përparësi në punësim, po ashtu edhe kanë tatimet më të larta i paguaj. Çiftet e reja, domthon të sapomartuar, ato që kanë një fëmijë 2 ose 3, deri në 85% të tatimit janë të liruar prej shtetit. Mane janë të liruar prej tatimit që i paguajnë shtetit, mane edhe marrin benefite për secilin fëmijë që është i lindën, domthon edhe për prind është pak një lehtësim për me kriju gjenerata të reja. Tash ky problematik nuk ka vetëm në Kosovë dhe në Shqipëri, është krejt Ballkanin. Po ne, domthon, ne secili e vajtojmë dhimbtën personale. Dhimbta jonë është që ta pjesë a kanë ndërtu diçka si Shqipëria, si Kosova, jo, nuk kanë ndërtu politika atraktive për gjeneratat e reja. Është shumë lehtë këto gjenerata që janë me punu, pas 15-20 vite, kush do të jetë në Shqipëri ose në Kosovë. A kanë menu, nuk e kanë menu. Ne shumë lehtë mund të avancu me popullat pe Indonezisë edhe vende të ndryshme. Ama sa na levërdis neve. Kur ke mundësi mi ngrit kapacitetet edhe zhvillimet humane tonat. Ne këtas nuk kem të menu. Shumë lehtë unë kom po në këtë vendet e Ballkanit kanë filluar me dëpërtu punëtor, krau, jo veç krau, po edhe artizanale të ndryshme prej Indonezisë, Pekinës, prej Turqisë, prej Arabisë, prej Afrikës. Ana levërdis kjo kur ke mundësina me ngrit kapacitetet tona. Nuk na levërdis, na jem shtetet vogla. Ne kem ëndrat e mëdha, po i kem shtetet e vogla, edhe popullat kem pak. Tash ne nuk mujmë me ushtyr me Gjermaninë që bën rigjenerimin e popullsisë si pasojë e plakjes, domthon që shkua afër 48 vjetë matutje Gjermania. Gjermania bën rigjenerimin e popullsisë me popullat që shkojnë pe vende të ndryshme, po popullat mendore ka mbi 70 milion, 75 milion janë gjerman. Tash sa do që merr popullat e rej pe jashtit,
prap përqindje nuk e lëviz në raport me Gjermant. Ndërsa në Shqipëri me të ardhen 200-300.000 punëtor për jashtë, balansi është shumë i lartë. Domthonë shkon deri në 30-40% që janë prej që jetojnë në Shqipëri punëtor të jashtë. Kjo është një shifër shumë e madhe. Njëjtën shqetësim e ka Maqedonia, njëjtën shqetësim e ka Marizia dhe Kosova. Po nuk e ka Greqia dhe edhe Turqia këtë shqetësim sepse kanë mbulu këto pjesë me benefite që jep popullatës vetë, domthonë prindve të ri. Nuk ka prindëri me mosh, po prindëri domthonë që krijon familje të re, edhe që ka fëmijë. Domthonë për secilin fëmijë çka kushton shtetit më jap benefite deri në moshën 16 deri 18 vjet. Në secilin vend të botës prind kanë të drejtë me përfitu që ja leton gjendjen ekonomike të secilit prind. Ose një nanë që nuk punon me marr si lehon me marr një pagesë kundrejt asoj që të rrit një fëmijë është normale sepse shteti përfiton për atë individi, jo veç ajo familje. Ne kemi llogarit një kohë gjatë që lindjet janë përfitime të familjes, jo të shtetit. Pra, ne kemi mendsinë çka është e shtetit, nuk është e jonjë dhe nëse prishet nuk është shumë e rëndësishme. Sepse shteti nuk ka ndjenjë, nuk e ka ndonë ndjesinë me ne që shteti edhe populli janë një. Ne këtu do të fokusohemi që shteti edhe popullata janë një, sepse shteti nuk ekziston pa popullatën, po dhe popullata pa shtetin është popullatë e humbur. Këtu ne duhet të kemi shumë kujdes të ruajmë shtetin, sepse Shqipëria e ka fatin e 97-s. Donë gjitha kazermat, humbjes që ka pas në 97-ën janë të pariparueshme sot. Ajo gjenerat e din shumë mirë. Ne jemi gjenerat më të rej, pa ajo gjenerat që janë të rritën e din çka është në 97-a, sa ka kthy mbrapa Shqipëri. Edhe interesat nuk janë kundër Shqipërisë me thy kazermat, po interesat kanë qenë të vendet si Serbia edhe Greqia me u shkatërru Shqipëria sepse ju ka dashur më shumë se 30 vite edhe ende nuk i ka riparuar ato dhimbje që i ka dëmtuar të 97-s, si me humbje të jetës, si me humbje ekonomike, humbje të ushtarakët, edhe infrastrukturën që ka pasën shtrirjen e kom pa edhe shinat e Kurullës janë humbur, janë shi, për skrap janë shku. Kjo tregon që nëse kalon xhaxhe në verat, atë pasuni, ai nuk është e xhaxhit, po kon me ndjerës aty në qytetarët që kanë jetuar çat periudhë. Ajo mbo me ndjerës në qytetarë, nuk u bë me paret as të xhaxhit e në ver, as të Saliut, as të dikujt tjetër. Po ato mbo me ndjersën e asaj popullate që ka jetuar çat periudhë aty me gjitha ato mundje sakrifisa që është bo ajo ndërtim. Bunkerët e Shqipërisë nuk janë të shtetit ose të regjimit, po janë ndjerës e popullit që jeton në Shqipëri. Edhe atyre individëve që kanë jetuar gjatë kohë, që kanë ndërtuar. Për atë arsye, rënimi se cilit objekt shtetëror është i dëmshëm, ose zhvillimi se cilit projekt madhor për shtetin është mirën e shtetit. Po veç duhet mikshyrën legjislacioni se si e kanë përpilu kontratat dhe marrëveshjes mes kompanive dhe shtetit, dhe ku është benefiti, sepse ti nuk mund me u falën sa në kitë pa përfitime, po duhet me pas edhe benefitet e shtetit, domthon sa përqind shteti përfiton pe ati investimi që është bo, po ju mi u falën për të njetën, po mi u dhe jap me konsenzion. Ne kemi Norvegjin, e marrë shembull të suksesit. Norvegjia dikon periudhat e larta kur e ka zhvillu, kur e ka hulumtu dhe ka gjetë që ka naftë dhe gaz në Norvegji, kapacitetet norvegjeze nuk kanë qenë të mjaftueshme mi zhvillu nxjerrjen edhe përpunimin e gazit dhe naftës që ka. Çka ka bëu Norvegjia? Marrëveshjen e ka bëu me kompanitë amerikane. Për 30 deri në 65 vite ose 80 varësisht prej investimit ka bëu marrëveshje konsensuale që domthon mas 30 vjetë mi kalu shtetit, mas 50 vjetë ose mas 60 vjetë varësisht për pusit edhe investimit që ka ndodhen. Sot Norvegjia një për shteteve më të pasur shkoku i këtynove investime. Kapacitetet e veta norvegjeze nuk kanë qenë të mjaftueshme për me zhvillu atë pjesë, po kanë zgjedh kompani të mira dhe serioze me konsenzion, kanë përfitu kompani që kanë investu, po njëtë në kohë ka përfitu edhe vetë shteti norvegjez. Për atë arsye, kompani që investojnë, ose një që kemi edhe gazin, naftën në Shqipëri, sa kanë përfitu për e tytë. Edhe nëse vjen një kompani serioze për nxjerrjen edhe për punimin e naftës në Shqipëria, duhet me shu pretesa, duhet me u gëzu nëse e bën me konsenzion për një periudhë caktuar me u kthy shtetit, sepse Shqipëria fiton, edhe në aty. Po edhe te turizmi,
vetë Shqipëria do të me përfitu, domthon me sa përqind të aksioneve ka përfitimin, e jo të me ushu, me pengu, me e shef ke dikon një plak një ëndër ka qenë tokë e gjyshit tim, edhe unë kom pas ndoshta katra gjyshi mi ka pas do toka, po kanë metën i ka marrë Serbia tash pse s'po shkoj me protestu, me gjithë ato banorët me protestu në Serbi, pse s'po kthen popullatës Kosovës ato toka që e konfisku para 1887-s. Domthon, a u ngrit herë kjo çështje dhe me shku me protestu, po shkojnë pej Serbisë, e pej Maqedonisë, e pej Bullgarisë, më falni, pej Morizim me protestu në Shqipëri. Po pse që ato protestues nuk po shkojnë me ngrit çështje që i keni zhvendosur me miliona qytetarë të Kosovës që kanë jetu deri në rrethinat e nishit që jetojnë tash mbi 7 milion shqiptarë në Turqi. A ka protestuar dikush me këto ato prona që kanë në Serbi? Jo. Ku janë çdo protestues ambientalistë të sinqert që mirët me qëtërsimin e pronave që i ka marrë shteti. E njëjta politikë vlen edhe për Shqipërinë. Duhet të kenë shumë kujdes sepse dami mund me qenë i pariparueshëm. Profesor, unë falenderoj shumë për bisedën edhe për mesazhet dhe sidomos mbi gjitha edhe për alarmin që jemi duke përjetuar gjithë për sa i përket shpopullimit, që duhen me të vërtetë që të merret ato masa që ju u thatë pak më lart dhe uroj që këto mesazhe të bien në vesh edhe të atyre që kanë dorë vendimarrjen. Sa nuk është vonë. Ne duhet me secilin vendim, secilin diskutim, duhet ta bëjmë diskutim të hapur. Se shumë lehtë ne mund me ataku secilin qeveritar. Kështu në protestues mund ra për shtypje disa interviste me protestues, asnjëri pe gjenota të reja që kanë qenë 9-18 vjet nuk e ka pas idenë pse është në protestë, edhe për çka po proteston. Saqë kom dëgjuar edhe pe më të këqija ide që kanë qenë pse u dalën në protestë, por nuk u dalën me çat kauzën që po thonë për mbrojtjen e këtyre dhënjes toka me konsenzion. Ne këta duhet ta kemë në hartë qartë. Është dallimi shumë i madh, më ju fal dikujt edhe më ja jap me konsenzion për vite caktuar. Dallimi është shumë i madh. Edhe unë e kuptoj që ne jemi shtet në zhvillim, lyp sakrifisa, po nuk është e lehtë kjo sakrificë, po duhet me u mësu me dash shtetin, sepse shteti është i joni, po dhe shteti duhet me u mësu me çmu popullatën e vet që jetojnë aty. Profesor, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit shumë, mirupafshim, mirë u dëgjofshim.